Në mitingun përmbyllës në Sarandë, kryetari i Partisë Socialiste Shqiptare Edi Rama u prit me iso polifonie këngë patriotike. Nuk munguan edhe ironit për kreun e Partisë Demokratike dhe kandidatët e tij. Sarandiotëve u kërkoi të mos gënjen nga partitë e vogla. Kryesocialisti u premtoi se do të ketë rinvestim madhor për të garantuar ujë të pishëm cilësor gjatë verës për qytetarët dhe turistët. Ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç se të riinvestohemi për të bërë një investim të veçantë, specifik, madhor për gjithë këtë zonë, sepse në ndërkohë ajo që po shohim janë projekte të reja nga investitorë dhe arkitekt që do të arrisin shumë edhe cilësinë e turizmit në Sarandë, por njëkohësisht që paralajmërojnë prurje të reja dhe më të mëdha turistësh dhe vizitorës, që patjetër do të thotë shumë më tepër ekonomi, shumë më tepër të ardhura, shumë më tepër investime nga bashkia, por do të thotë njëkohësisht dhe një përgjegjësi e madhe, sepse do ketë akoma më tepër nevojë për ujin e pishëm dhe për një furnizim cilësor me ujë të pishëm gjatë pikut sezonit në të gjitha orët dhe jo vetëm me oraret kufizuara. Rama i cilësoi zgjedhjet si më të rëndësishmet në histori dhe një shans që nuk duhet humbur, pasi dera e Bashkimit Evropian mbyllej. Ai tha se edhe pse Partia Socialiste ndër 3 dekada ka bërë gabime, kurse ka tradhtuar interesin kombëtar. Ajo derë rimbyllur dhe hapet kur të tërë ata 27 antarë që janë brenda bien të tërë dakord që të hapin derën. Dhe e hapin derën jo vetëm kur ti troket, se ti mund trokasësh sa të duash, por kur ti je gati dhe ata brenda kanë interesin e tyre që ti të hysh brenda, që do thot nga një anë kanë krijuar besimin, kanë krijuar respektin dhe e kanë bërë vlerësimin që ka ardhur dita që ta japin ty shansin që ty hysh brenda. Më pas, kryesocialisti Edi Rama dhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi kanë vlerësuar kandidatin për deputet që përfaqëson edhe zonën e Sarandës, Ardit Bido, duke qenë një djalë delvinjot. Keni një delvinjot këtu, për kë bërtisni ju se ju keni 2 delvinjot, se është dhe Çuçi. E keni për Çuçin këtë apo e keni për Arditin? Keni një delvinjot këtu, Arditin që e ka kokën plot. Me titull profesor. Por ju e keni parë gjithë të muaj që nuk duket as pak i tillë, sepse është shëllmëtyre çdo njërit nga ju kur e takoni. Ai është Ardit Bido. Vetë kandidati për deputet Ardit Bido theksoi se këto zgjedhje nuk kanë asnjë alternativë tjetër përveç Partisë Socialiste. Përshëndetje Konispoli, përshëndetje Finiqi, përshëndetje Delvina e origjinës time, përshëndetje Saranda, ku jam lindur dhe ku jam rritur. Në këto zgjedhje unë jam kandidat i ekipit më të mirë, që është ekipi Partisë Socialiste, sepse këto zgjedhje s'kan asnjë alternativë tjetër. Saranda do të ketë përfaqësim në parlament. Saranda, Delvina, Finiqi, Konispoli. Numri 5, Partia Socialiste Edi Rama, janë zgjedhja e vetme e mundshme në 11 maj.